edhve të lartë, çfarë dhune, çfarë kanosje, çfarë serioziteti pat, asgjë. Një status sikur i 2 milion statusë që bën brenda 24 ore e që nuk merr kërkush me ta. Këtë asun mendoj ma tepër ka qenë një lloj tentative për të hakmarr, për ta lujt viktimën apo për ta zhvendosur vëmendjen për shkak të veprimeve të fundit nga ana e presidentit, sesa që ka pasur një shqetësim për veprimet e zotit Halil Geci. Pra konsideroni që nuk ka fare bazë për të shqetësuar. E për i përsëris, jo vetëm zonja presidente, shumë respekt për profesionin, punën, pozitën që ka, sepse është presidenca, është një institucion i shenjtë, pozita numër 1 e shtetit, por asnjë qytetar, asnjë kafsh, asnjë shpenz, asnjë bim nuk ka arsye asnjëherë të ndihet i trazon shqetësuar prej veprimeve apo mos veprimeve të zotit Halil Geci. Është një qytetar që ndihet për te vitesh që vetëm ka bën thirrje për paqe, ka pajtu njerëz, ka parandalu vepra që kanë mund të ndodhin në kohët vitit të 90, vepra shumë të ona fal punës së tij, humor që ka bën zër, ato varre janë mbyllur, thotë Halil Geci një shumë human dhe asnjëherë nuk ka asnjë precedent penal që është zhvilluar qoftë procedurë penale ndaj tij. Prandaj pse të ndihet i pasigurt kushdo qoftë. Të them me shumë përgjegjësi të madhe personale. Dhe ju vetëm duke diskutuar edhe për statusin e zotrit Geci në këtë rast i cili ndoshta ka marrë më shumë vëmendje dhe për shkak të gjuhës së përdorur, mirë po, a duhet normalizuar kjo gjuhë apo duhet të vazhdojmë të kundërshtojmë një gjuhë të tillë të përdorur në rrjetet sociale? Eri përsëris, ajo është një nxitja jo domosdoshmërisht mund të jetë qëllim, por që dikush edhe mund të ndikohet. Edhe të ketë një diskurs të tillë përdorur ndaj çfarëdo figure, jo vetëm presidentit. Duhet të jemi të motor të gjithë.